Kanali i ujrave të larta në lagjen 15 tetori është një nga më të rrezikshmit në drejtim të përmbytjeve të qytetit në kohë merreshje shiu me intensitet të lartë. Më 4 tetor të vitit 2024, pra pak më shumë se një vit më parë, ky kanal u bë shkak për vërshimin e ujit në qytet dhe për përmbytje masive. Shumë banesa në këtë zonë patën probleme me përmbytjet, ndërsa autoritetet shtetërore premtuan se do të niste një investim për pastrimin rrënjësisht të këtij kanali, si dhe për ta thelluar dhe zgjeruar atë. Por banorët theksojnë se rreshtet e shiut me intensitet të lartë të 48 orëve të fundit dhe njoftimet e autoriteteve për vigjilencë kanë rikthyer edhe një herë frikën. Banorët kërkojnë marrjen e masave. Mirë, jo për sot s'kish probleme. Po, ai kanal duhet pastruar, urdhë ajo atje. Ka një vit që është plasur do beton e s'është bërë akoma. Kanale që pa pastruar, erdhim bërën për rajonit, oqë një makina aq kish mundësia që erdi von fare, sa apjata aty. Po su pastruaj kanal, vlora do mbytet komplet e tëra. Qikojeni më poshtë si është, për i bret zotit. Nuk, së vëdor, bashkja tha do ta pastrojmë, po. Vuri ato dy, ka një lot mirë bëri ato që i vuri, po të paktën të pastrojët kanali. Se është rrezik për të vlorën. Pa nësë mbytemi këtu lartë, po mbytëm këta poshtë. Po është folur, po akoma, urdhë ajo shpia përi, këtë pëlcasi dhe njëraj, se ajo mbyt. Po të pëlcasi ata zhduken komplet, se i merë direkt përoj. Tani, kryetarja e re, inshallah mas ja bërë në një. Po, pore, sidomos më bërë me ato kërcëllimat njerë, dollëm dy të rerne. Se kemi shtëpit poshtë, është burazeri, janë motrat, gjithë. Janë gjithë njerëz që gjiton të vjen keq që të mbytet. Se me zi i kanë bërë me djersë. Pavarësisht se vjetë u dhana i lavatri që i gënjën, po. Si vjetë duhet të merren masat. Ka dalë fondi thonë këta, po fondi nuk po zbatohet. Të interesohen të vjen ata. Po të pastrojët kanali se të mbytej. Mbyt lagjen poshtë, po ne jemi lartë. Këta poshtë kanë, po mi mbytej. Kanali në lagjen 15 tetori është nga më të rëndësishmit dhe ai mbledh ujrat e larta të zonës kodrinore të qytetit. Por, një vit pas përmbytjeve masive të qytetit, ku shkaktuan dëme të mëdha në banesa dhe biznese, nuk ka asnjë reagim për zbatimin e projekteve, të cilat kanë mbetur në letër. Vlen të theksohet se ditët e fundit, ndërmarrja ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë është angazhuar për pastrimin e disa segmenteve të këtij kanali, por ai kërkon mjete dhe ndërhyrje më të specializuara. Probleme dhe për këtë kanal mbeten mbeturinat që idhen pa kriter në rjet dhe që ndikon në bllokimin e tij. Ndërkaq, mbetet që të merren masa nga institucionet më të larta për zbatimin e projekteve, që do të jepte një zgjidhje dhe më përfundimtare këtij kanali për të bërë një herë mirë thellimin dhe zgjerimin e tij, për të shmangur daljen e kanalit dhe përmbytjen e banesave. Parashikimet preshje shiu me intensitet të lartë kanë sjellë një situatë vërtet shqetësuese dhe ka vendosur në lëvizje institucionet. Kanalet e ujrave të larta, ato të bardha apo thënë ndryshe kanalet e ujrave të shiut, kanë qenë në fokusin e pastrimeve.